termocentral të ri me kapacitet 500 MW, të mos bazohemi dhe të mos mbaremi nga furnizimin nga jashtë. Në planin tonë qeverisës për periudhën që po hymë, është paraparë postirash në qendër të vëmendjes në zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, ku në bazë e zhvillimit qëndrueshëm ekonomik gjithsesi është stabiliteti me energji elektrike, dhe ne në kuadër stabiliteti me energji elektrike kemi paraparë prodhimet kapaciteteve vendore me bazë të Thëngjillit, një termocentral të ri me kapacitet 500 MW. Pastaj kemi paraparë zhvillimin e infrastrukturës së gazit dhe të lidhemi me lidhjet ndërkombëtare të gazit që aktualisht janë në zhvillim e sipër, të bëjmë prodhim, të bëjmë ndërtimin e kapaciteteve të ngrohtorëve në regione të cilat do të shfrytëzojnë bazën e energjisë gjithsesi të gazit, të bëjmë optimimin e humbjeve në rrjetin ekzistues të brenda shtetit tonë, dhe ajo që është mbi gjitha, ne mendojmë që në momentin që të vijmë në qeveri të bëjmë ndryshimin e strategjisë, e cila është planifikuar nga qeveria aktuale në vitit 21-31, ku në theks të veçantë mendojmë të fusim stabilitetin dhe prodhimin vendor me energji elektrike, që të mos bazohemi dhe të mos mbaremi nga furnizimin nga jashtë, që mbi gjitha fundit është ne jemi të interesuar që qytetarët t'i ofrojmë një kostë sa më të përballueshme me energji elektrike.